Sokol Hoxha, i dënuar për 3 vrasje në Shqipëri dhe Belgjik, është ekstraduar nga Shtetet e Bashkuara drejt Shqipërisë pas afro 30 vitesh në arrati. 51 vjeçari nga Fieri u arrestua në Ohio, ku jetonte me identitet të rrem dhe pasaport britanike, me emrin Hyssein Gashi. Hoxha është dënuar me 25 vite burg nga gjykata e Fierit për vrasjen e 2 vëllezërve në Patos në vitin 1997. Ndërsa në Belgjik është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e një shtetase shqiptare, të cilën më parë e kishte shfrytzuar për prostitucion. Ekstradimi u realizua me një fluturim charter në kuadër të operacionit Globi, fal bashkëpunimit mes policisë së shtetit, autoriteteve amerikane dhe agjencive ndërkombëtare të zbatimit të ligjit.